Rrjeti i amortizuar dhe tepër i dobët i shpërndarjes së energjisë elektrike, për të cilin për vitesh nuk është kryer asnjë investim serioz, është thyer në shqetësim për banorët e fshatit Samërisht Sipër në njësi ndajq të Bashkisë Shkodër. Banorët e zonës kanë ngritur vazhdimisht shqetësimin pranë operatorit të shpërndarjes së energjisë elektrike, duke kërkuar ndërhyrje dhe investime konkrete, por kërkesat e tyre duket se kanë rënë në vesh të shurdhër. Mungesa e energjisë elektrike po sjell dëme të konsiderueshme për bizneset e serave dhe kultivuesit e bimëve dekorative, të cilët funksionojnë përmes sistemeve të koordinuara dhe të automatizuara që varen plotësisht nga energjia elektrike. To sejrë si fërën një herë, në s'kena drita. Dhe më thonë, tësh mund tjetë 10 vitet e fundit së dëmës, që në s'kena drita. Edhe për para s'ka pas, por janë tela që në 67-ën, që ta si renovojnë mondial. Nuk e vejnë një rjetë si që ka bushati, trunshi e oblika, një kaqërel, si ma se pas problemet, ta bëjnë me se dhe më këtë punë. Zona jonë merret me pemë dekorative, ka serat, edhe me këtë temperaturë që është, çdo serë kryen punë. Domethënë, ata punëtorë punojnë këtë. Ikën shpenzimet për 24 orë mëse pas drejta na marrojmë. Unë jam kujtari i fshatit, kam bërë kërkesë paktën tash 15 vjet që jam vet. Mram 8:20 që ka fillu stuhia, sa ka fillu, na s'kena pas drejta deri me 10 që kanë ardhur i tash. Një tatele që janë të amortizuar komplet. O dhe vetë kaqërel, ose të vend tele 3. Se përna këpotën e përna mesin njëzit në kërën të testë që në dojnë dritat. Jo vetëm mram, por kja basi e vazhdueshme kjo punë, sepse telet janë tepër të amortizuar. Në me thonë që një fije shi mera, në rrim tërë. Në edhe moshe të rejtë. E këtë dhe me fut i gjysë kilit mishë, se s'kena ma tepër kapacitet në frigorifer. Edhe ja prishet. Pra nej, i lutemi shtetit ta nërojnë këtë linjë, të venë bishtalec. Edhe nuk ka humje, por nuk rrim dhe kur pa drita. I kam pagu rregullisht dritat. Si kam bërsh as një gjysë lekot, o shes, as shtetit, as isat. Pra nej lutemi edhe herë këti shtet të marrin masa që ta nërojnë këtë rjetë, sepse ne përshkojmë katastrofë. Shkot kështu në Europë. Dhe me shku në Europë, po jo marrë zët një, plëtsot da kushte, nësë pa të kërkojmë as punë, as gjë, as i sanë, por i ta kushte që duhet me i plëtsu. Përveç humjes ekonomike, kjo situatë krijon vështirësi dhe për familjet e zonës, të cilat mbesin për disa orë pa energji elektrike.